Jemi rikthyer në studion e Start, do të flasim tani për pensionet. Bashkimi Evropian kërkon që Shqipëria të përshpejtojë moshën e daljes në pension për burrat dhe gratë. Bashkimi Evropian po ashtu ka bërë publik qëndrimin e tij për negociatat me Shqipërinë lidhur me grup kapitullin 3, konkurrëshmëria dhe rritja gjithëpërfshirëse. Por sa e realizueshme është kjo, diskutojmë me ekspertin e pensioneve, zotin Kujtim Hoxha. Zoti Hoxha, mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes. Për ta kuptuar së pari, çfarë do thotë barazimi i moshës së daljes në pension mes burrave dhe grave, që është një nga kërkesat kryesore që Bashkimi Evropian ka për Shqipërinë, paktën edhe pas diskutimeve në grup kapitullin e 3, konkurrëshmëria dhe rritja gjithëpërfshirëse. Sigurisht, duke marrë parasysh kërkesat tona për të bërë pjesë e Europës, duhet plotësojmë disa detyrime, disa kushte për të cilat neve nuk i plotësojmë aktualisht në të gjitha drejtimet, por Bashkimi Evropian i ka lënë detyrë qeverisë shqiptare për të plotësuar një sasi kapitull, midis tjerave është edhe kapitulli numër 3. Çfarë parashikohet në këtë kapitull? Në këtë kapitull kërkojnë standardet që duhet plotësojë Shqipëria në lidhje me konkurrëshmërinë dhe parafërsinë e legjislacionit. Konkurrëshmëria do të thotë që nuk ka kuptim që vendet e Europës të pretendojnë të kenë moshën e daljes në pension moshën 67, 68 vjet, bile Danimarka synon 71 vjet sot për të dalë qytetarët e vetë në pension, ndërkohë ne si shqiptar të pretendojmë që të dalim në pension në moshën 65 vjet, siç dalin burrat sot, ose gratë 61 vjet e 10 muaj, por që në legjislacionin shqiptar është parashikuar në ligjin 7703, po edhe përmirësimet ose përkeqësimet merreni si doni në lidhje me ligjet e mëvonshme të përmirësimit të ligjit 7703, e së fundmi është ligji 104/2014, e cila parashikon pikërisht këtë gjë që mosha e daljes në pension për burrat dhe për gratë ka qenë e parashikuar që gratë të shtojnë nga 2 muaj për çdo vit që nga viti 2015 dhe në një periudhë të dytë kur të arrinte barazia për daljen në pension midis burrave dhe grave që ishte 65 vjet, të dy gjinive do të rritej pas nga 2 muaj dhe në vitin 2056 të barazohej dalja në pension për moshat si për femrat dhe për meshkujt në moshën 67 vjet. Pikërisht këtë kërkesë Europa i kërkon një detyrë qeverisë shqiptare që ta avancojë, sepse është 2056 është vit goxha i largët nga koha që ne jemi tani. Në këtë mes, krahas edhe faktorëve të tjerë që stimulus që ka Shqipëria për të shikuar edhe një herë skemën e pensioneve, e cila ka shumë probleme, ka filluar këtu e një vit e ca me rekomandimet e Bankës Botërore, për të dhënë një zgjidhje tjetër, jo këtë që ka, në mënyrë që të krijon stabilitetet në ekonomi, në përmirësimin e të ardhurave të sigurimeve shoqërore, njëkohësisht të ketë standarde për qytetarët. Kjo është shumë e rëndësishme, e cila, siç duket, megjithëse pretendohet që është punuar dhe po punohet në këtë drejtim, ka mjaft probleme që nuk po rregullohen dhe nuk përshkojnë në drejtimin që parashikohet edhe që rekomandohet nga Europa. Në këtë mes duhet të shikojmë faktorët që ndikojnë në Shqipëri. Faktorët janë nga më të shumtit, janë të shumëllojshëm. Sigurisht, qeveria shqiptare është e vetmja strukturë e cila duhet të merret me faktorët e saj të brendshëm, por edhe me rekomandimet e partnerëve ndërkombëtar për të standardizuar këtë dhe për ta nxjerrë situatën nga
gjendja. Sot, ku pjesën më të madhe, rreth 52% të pensionistëve e zenë femrat, edhe 48 meshkujt, shihet si domosdoshmëri, ndryshimi i skemës sigurimeve shoqërore, kjo edhe për faktorët e tjerë, sepse ka ndryshuar shumë gjëra në atë faktorët që kanë ndikuar në stabilitetin e të ardhurave të sigurimeve shoqërore. Sigurisht edhe qytetarët, duke parë që këto nuk shkojnë paralelisht edhe me rritjen e çmimeve, të ardhurat e tyre gjithmonë e bëjnë me të pamundur garancinë ose sigurimin e një jete normale në Shqipëri. Prandaj ka kërkesa të vazhdueshme që qeveria shqiptare ta nxjerrë nga kjo situatë. Dhe në fakt ju e përmendët, zoti Hoxha, që në grupin e pensionistëve në Shqipëri, 52% përbëhet nga femrat, 48% nga meshkujt. Ndërkohë, femrat në Shqipëri dalin në një moshë më të hershme në pension, kërkohet nga Bashkimi Evropian një arritje e barazisë përpara pritshmërive të vendosura nga Shqipëria që janë për vitin 2056. Çfarë i shkakton kjo ekonomisë shqiptare? Pra, edhe po të bëjmë një krahasim me vendet e Europës, duket sikur ne dalim shumë herët në pension. Kjo ka faktor të shumta, të cilat duhen analizuar për efektet që kanë ndikuar këto në këtë situatë që jemi, nga faktorët më të rëndësishëm janë ato që ne, me ndryshimet ekonomike edhe të sistemit që u bën në vitin 90-91, u ndryshua ligji i sigurimeve shoqërore për të përshtatur ekonomisë, e cila filloi të gjallërojë ekonomia private, duke u privatizuar dhe duke u shpërbërë ish kooperativa dhe ndërmarrjes shtetërore, dhe kjo situatë ka sjellë atë që ne në arkën e sigurimeve shoqërore nuk kemi patur të trashëguar asnjë lek. Kjo është shumë e rëndësishme sepse duke mos patur asgjë, skema e sigurimeve shoqërore, kështu siç ishte konceptuar, ishte konceptuar që të krijonte një garanci për atë që pensionet sa merrte, duke plotësuar me atë diferencë midis të ardhurave dhe shpenzimeve me mbështetje nga fondet e buxhetit të shtetit. Mirë po, kjo ka efektet e saj sepse ka edhe faktorë tjerë, veç kësaj që thash, e cila ka ndryshuar në strukturë edhe në përqindja midis atyre që kontribuojnë dhe atyre që përfitojnë. Dhe këtu ka një diferencë gjatë. Në vitet 90 ka qenë një raport i tillë që kalonte nga një përfitues me 4.5 deri në 5 kontribues. Si rezultati i lëvizjeve demokratike të qytetarëve, po dhe të largimit në masë të madhe të qytetarëve në vendet të ndryshme të Europës dhe të botës, kjo strukturë ka ndryshuar për keq. Sa është raporti tani? Dhe sot pretendohet, jam të vitit 2023 këto statistike që po flasim, 117 me 100, ose me 1.17 përfitues me kontribues. Kjo është shqetësuese sepse i bjafësisht një që punon duhet të subvencionojë ose të mbështet një pensionist. Është një raport shumë i drejtë, kur vendet e ndryshme të Europës këta e kanë shumë ndryshe, ato që kanë më pak. Po ta bëjmë krahasimin e thjeshtë që përmendët vitet 90, 1 me 4, ndërkohë që tani është 1 me 5. Atëherë, këto faktorë duhen analizuar një për një, cilat janë ashtu veç largimit të qytetarëve që nuk janë prezente, ata që janë të aftë për punë, po dhe ata që janë në Shqipëri, po që punojnë në të zezë, nuk deklarojnë pagën reale. Informaliteti është një nga shkaqet kryesor, ndër këtyre që përmendëm, e cila, si thua, godet rënd skemën e sigurimeve shoqërore dhe nuk arkëton ato të ardhura që pretendohet dhe që mund t'i ketë në dispozicion për të mbështetur pensionet me pensione më të mira, por edhe për të bërë politika pastaj për rritjen
e pensionit për ndryshimin e gjendjes. Faktor tjerë, krahasuar me vendet e tjera, nuk kanë shkuar paralelisht. Pra, rritja e pagës me rritjen e pensionit, me ndryshimin e tyre. Në vendet e më të pak të zhvilluara, ky raport është 50% e pagës minimale në shkallë vende është pensioni minimal. Pra, në vendin tonë duhet i korespondonte minimalisht. 400.000 lekë është paga minimale, duhet i përgjigje 200.000 lekë minimale. 200.000 lekë ose 200 euro ose 20.000 lekë. Ndërkohë, në periudat e mparshme, kjo vinte 60-70%. Pra është shqetësuese, sepse të marrë 70% të pagës, krahasuar me këtë që s'po merret as 50, është një diferencë e madhe e cila duhet kjehet parasysh nga ligjvendësit për të gjetur rrugë dhe për të mbështetur pikërisht qytetarët që janë me të ardhurat pakta. Një faktor tjetër shumë i rëndësishëm në diferencat e pensioneve që figuron sot një sasi e madhe qytetarësh me pension minimal ose nën minimal këto që pretendojmë neve, është edhe fakti që gjithmonë më tepër në Shqipëri po dalin pensione të pjesshme. Domethënë nëse pse po ndodh kjo? Ja, këtë po sqaroj. Si rezultat i ndryshimeve të viteve 90, shumë qytetarë që punonin në zonat rurale, pra në ish kooperativat ish në bet, duke privatizuar tokën, ata kishin detyrime. U doli ligji për sigurimin e bujkut privat. Por, nuk qenë të ndërgjeshëm njerëzit se si bëj kjo, se deri në atë kohë i bënde shteti, me iniciativë, dhe kuptuar që çdo njeri duhet të paguaj, sa i vjen një moment që ai duhet të dalë, si thua, jashtë tregut punës dhe të mbështetet pastaj me të ardhurat që ka siguruar më përpara. Kjo ka bërë, megjithëse janë bërë 2 herë amnisti për sigurimin e bujkut privat, për t'i blerë periudat e mbarshme me kontributet pa penaliteti, megjithatë pati shumë pak njerëz, qytetarë që plotësuan vitet që ju mungonin. Kështu që u mbetën mboshllëqe nga këtë. Po kështu ka patur probleme në ish ndërmarrjes shtetërore të mbyllura nëpër qytete, po edhe për ata qytetarë që nuk gjetën veten e tyre në tregun e punës, duke lëvizur nga zonat rurale drejt zonave urbane, nuk u përshtatën dot me punën, krijuar deficit në lidhje me vjetësinë e punës që u nevojiten për të dalë në pension. Pa përmendur kështu punën që kanë kryer një pjesë jo e vogël e qytetarëve në punë të zezë. Pra e kanë të pa deklaruar në punëdhënësi ose kanë në dakord ose në një pjesë shumë të madhe të qytetarëve, unë vere sot dalin përballë të papriturave dhe thotë si s'më ka siguruar, pra nuk e ka ditë. Pra edhe nuk kanë informacion nëse janë apo jo të siguruar. Kjo ka bërë që vitin e kaluar, qytetarët mesatarisht në Shqipëri, megjithëse ju janë nevojitur 38 vjet e 4 muaj, viti 2024, rezulton që në tregun e punës, mesatarisht, të gjithë ata që kanë lidhur pensionin pastaj, gjatë vitit 2024, e kanë lidhur mesatarisht me 26.5 vjet. Do më thëmë, për vjet duke zhvulluar. Viti 2023 që me 27, tash me 26.5, nuk e di ku do të qëndroj, por kjo është një sinjal i keq, e cila tregon që në të ardhme, qytetarët që do të vi radha për dalë në pension, do marrin pension të pjesën. Dhe për rjedhoj, do marrin një pension më të ullët se sa kolegët e tyre që kanë realizuar. Po ndërkohë, inflacionin e kemi nivelet të larta, çmimet janë goxha më të larta se sa vite përpara. Këto janë masa që duhet marrë qeveria për të stabilizuar pra këta faktor që ndikojnë negativisht në të ardhurat e sigurimeve shoqërore, po njëkohësisht edhe të ardhurat e qytetarëve në formën e pensioneve dhe beneficeve tjera që rrjedhin nga kjo gjë. Në këtë këndvështrim, sinjalin e ka dhënë Banka Botërore, këtu shumë përpara se një vit e gjysmë,
sepse konstatoi që edhe Ligji 104/2014, i cili u krijua për të përballuar pikërisht këtë faktor, nuk dha rezultatin e vet, megjithse ka ekspert që pretendojnë që ka zgjedhur një pjesë të problemeve të kohës. Unë them me plot gojë që në asnjë drejtim kjo skemë e sigurimeve shoqërore që ekziston sot nuk plotson asnjë standard për ta quajtur këtë skemë si skemë e cila i ve përballë qytetarët që kush paguan më shumë të ketë të ardhura më shumë. Nuk është e tillë sot kjo skemë, sepse ka dy faktorë për ta vlerësuar të tillë. Faktori i parë është që qytetari të ketë në llogarinë e vet personale të gjitha kontributet që ka derdhur që kur ka filluar punën dhe deri sa deri në pension. Dhe kjo bën që sot akoma edhe për 15 vjet të tjera qytetarët nuk do të kenë për llogari personale për të kontributet e tyre për shkakun se pjesa e para 1993, pra ai kontribut, nuk vlerësohet sepse s'ka patur historik çdo njeri. Dhe ajo periudhë llogaritet me pagë referuese, pra mbi bazën e një pune që ke bërë, bëhet vlerësimi se sa mund të kesh derdhur. Është një hipotetike. Pra, për ta bërë pak më thjeshtë, zoti Hoxha, dhe për ta kuptuar mbase pjesa më e madhe qytetarëve që po na ndjekin këto momente. Supozojmë që një 25 vjeçar sot në tregun e punës, si do të funksionojë pensioni i tij me skemën që ne kemi aktualisht? Me skemën që kemi aktualisht, një 25 vjeçar i bie që sipas këtij ligji, nëse ndryshon, pa unë kam bindjen që edhe kjo do ndryshojë edhe në të ardhmen për shkaqet që thamë, jo vetëm për numrin e atyre që kontribuojnë me ata që përfitojnë, por edhe për shkaqet tjera. Njëra është për rritjen e moshës, e cila thuhet që jetëgjatësia e qytetarëve në Europë fillon rritet, dhe po kështu veç daljes në pension për rekomandimet që jep Europa për të krijuar atë konkurshmërinë, kërkohet njëkohësisht jo vetëm si moshë, po do kërkohet edhe si vite kontributiv. Për shembull, Italia ka 42 vjet, nuk mund të pretendojë. Pastaj Shqipëria që ne ti bashkojmë vitet, kështu me këto akmarrëveshjet edhe të marrim standardet që ka e Europa. Se kështu që nga mirë, neve pa punuar, të marrim ato që gëzon qytetari italian që ka kontribuar me punën e tij. Pra, do të kërkohet standarda edhe në rritjen e vjetësisë së punës. Dhe një 25 vjeçar që thoni ju, nëse do të ekzistojë kështu siç është, do të dalë në pension në moshën 67 vjet, është e garantuar, jo më parë, në moshën 67 vjet edhe për burrat edhe për gratë, pra të dy gjinit do të dalin një lloj në pension, dhe do t'i duhen të, sipas kontributeve që do të derdhë, ose që do të ketë në llogarinë e tij personale, që nga viti 1994 është krijuar një database, megjithëse ka jo pak probleme në pasqyrimin e vjetësisë në punë dhe atyre të kontributeve, përsëri do të mbetet një që duhet të rikuperohet pas here, duhet të rregulluar. Por sido që tjetë, do të ketë çdo qytetar një llogari personale për kontributet e vet, dhe mbi bazën e kontributeve do t'i bëhet kalkulimi i pensionit pastaj për kontributet që ka dhënë. Sigurisht, këtu parashikohen edhe futja e kolonave tjera, veç sigurimit detyrueshëm shoqëror dhe shëndetësor që është në Shqipëri, që është ky shtetërori, është edhe sigurimi vullnetar që bëhet në shoqëritë e sigurimeve që ka në aktivitetet në dëshirën e individit. Janë rreth 35.000 qytetarë që janë aktualisht. Shihet e domosdoshme që kjo deficit ose këto pensionet të ulta që janë sot, të futet kolona e dytë dhe e tretë, të funksionojnë dhe këto të dyja, në mënyrë që qytetari kur të plotësoj moshën për të dalë në pension, të jetë i mbrojtur në një farmase për të ruajtur ato
standardet e jetesës para se të dilte në pension. Kjo është qëllimi i saj. Megjithatë është shumë e vonuar, kjo edhe për shkaqet nga më të ndryshme, neve si Shqipërinë nuk plotësojmë asnjë standard në asnjë drejtim. Prandaj mbërë edhe ato kapitut për t'i plotësuar, jo thjesht në letër. Unë shoh që ka shumë gjëra pavarësisht nga kjo që pretendohet për të plotësuar në letër, në anën formale për të qenë të rregullt me partnerët tonë evropianë, shikohet që standardet faktikisht nuk plotësohen. Nuk plotësohen. Jo vetëm në të ardhurat në sigurinë shoqërore, por në asgjë, qoftë në drejtim të legjislacionit, se do të përafrohet dhe do të trajtohet me të njëjtën. Po ka disa nisma shumë të mira të legjislacioni për t'i përafruar. Për t'i afruar, po duhet zbatuar. Në zbatim neve kemi shumë probleme në zbatim. Një pyetje të fundit vetëm shkurtimisht zoti Hoxha, lidhur me sugjerimin apo kërkesën e Bashkimit Evropian ndaj Shqipërisë për të barazuar më shpejt moshën e pensionit mes grave dhe burrave përpara vitit 2056. A do t'i përgjigjet pozitivisht Shqipëria? Patjetër, unë shikoj që ka një faktikisht një iniciativë këtu e 2 vjet për të ndryshuar legjislacionin e sigurimeve shoqërore dhe ky konsiston pikërisht në këtë drejtim. Për të parafruar këtë dhe janë 2 projekte, unë po i them pavarësisht se qeveria si ka deklaruar. Okej. Po i them, parashikohet kjo që për femrat shtyje mosha për dalë në pension nga 2 muaj, vitin që vjen, jam i sigurt nëse do të nxjerrin ata dhe duhet të nxjerrin, sepse kanë detyrim nga Banka Botërore dhe partnerët ndërkombëtarë që mosha për të dalë në pension për femrat do të shtyhet nga 4 deri në 5 muaj, jo me 2 muaj. Kjo do të bëjë që të afrohet nga vitet 36. Po për meshkujt do ketë një ndryshim? Edhe për meshkujt kur të plotësohet që të jenë të barabarta, do bëhet edhe për meshkujt edhe do të arrijë mosha 67 vjet parashikohet për të dalë në pension në Shqipëri. Kjo ishte e para. Ajo e dyta? Po pra kjo e dyta që ka të bëjë edhe me pensionin minimal. Pretendohet që vetë kryeministri i Shqipërisë ka pretenduar që ne do merremi me ndryshimin e pensioneve vetëm pas viteve 2030. Kjo për ata që janë në pension është një lajm i mirë, e cila duhet shikuar me kujdes nga qeveria për të patur objektiva pa fat shkurtra, pa të qastit, për t'i mbështetur këta që marrin nga 100 euro, nga 120. Dhe ato pastaj që janë objektive pa fat mesëm, ku futen edhe pensionet në 2030, sepse veç këtyre detyrimeve që kemi neve për të plotësuar legjislacionin dhe shtyrjen e këtyre moshës për dalë në pension, Shqipëria do t'i vënë detyrë për të patur edhe pensionet, për t'i rritur edhe pensionet. Dhe rrugët që duhet parë këtu, janë shumë komplekse, sepse vetëm me të ardhurat, qeveria shqiptare nuk mund të bëjë dot rritjen e pensioneve. Është e pamundur. Do t'ishte një bisedë rritja e pensioneve që na kërkonte shumë kohë zoti Hoxha, por fatkeqësisht jemi në limitet e kohës. Unë ju falenderoj shumë për bisedën edhe për faktin që na dhat lajme të cilat padyshim kanë interes nga qytetarët.